Sot rreth orës 3:40 në bulevardin Videos Milevski Bato në Tetov, zyrtar policor nga stacioni policor për sigurinë e komunikacionit rrugor Tetov privuan nga liria II 39 vjeç nga fshati Te Arc e Tetovës, sepse tek ai është i gjetur dhe marrë një lëndë pluhuri e bardhë. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet për ashtresë përkatëse. Dje rreth orës 16:30 në rrugën 19 nëntori në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov privuan nga liria GJ 35 vjeç nga fshati Selc, sepse tek ai janë gjetur dhe marrë 3106 copë mjete piroteknike. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë për ashtresë përkatëse, sipas nenit 396 të kodit penal. Mbrëm rreth orës 22:05 në rrugën Iliria në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov privuan nga liria AA 44 vjeç nga Shkupi, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak se ai ka sulmuar fizikisht 39 vjeçare BS nga Shkupi, derisa kanë qenë duke lëvizur me automjet pasagjerësh në autostradën Shkup-Tetov. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet për ashtresë përkatëse. Dje rreth orës 11:20 gjatë kryerjes së shërbimit patrullues në fshatin Vrapçish të Gostivarit, zyrtar policor nga departamenti policor Gallat kanë dëgjuar të shtona. Pas ndërmarrjes së masave dhe mboritjes në vendngjarje, është konstatuar se prishja e rendit dhe qetësisë publike ka qenë nga shtëpia e MI 26 vjeç nga fshati Vrapçish, ku ka pasur një aheng familjar. Me të është kryer bisedë, me çrast ka deklaruar se kanë ndezur disa mjete piroteknike, ndërsa janë vërejtur edhe gjurmë të piroteknikës. Pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë për ashtresë përkatëse. Dje rreth orës 15:30 në departamentin për punë të brendshme Gostivar, një 52 vjeçar nga një fshat i Gostivarit ka denoncuar se në periudhën prej datës 25 tetor 2025 deri më 31 tetor 2025 është mashtruar nga një person për shumën prej 2000 euro. Sipas denoncimit, ai në një rrjet social ka vërejtur një reklam nga një banke huaj, pas së cilës përmes një linku ka aplikuar për kredi, ndërsa pas një kohe përmes rrjeteve sociale ka filluar komunikimin me një person i cili është prezantuar si përfaqësues i bankës dhe i cili i ka kërkuar dokumentacion dhe llogarit transaksioni. Siç është denoncuar, pas një kohe i është thënë se gjithçka është në rregull dhe se transferimi i kredis do të realizohet pasi ai të paguajë para për disa provizione. Gjithashtu, sipas denoncimit, pasi i ka paguar parat dhe nuk ka marrë kredin, përsëri ka kontaktuar personin i cili ka tentuar përsëri ta mashtrojë, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit.